Imagjinoni pak një gjendje që ndërtohet brenda trupit për vite me radhë, duke shkaktuar dëme serioze, pa dhënë as edhe një sinjal të vetëm alarmi. Kjo nuk është thjesht një skenar filmi, por është realiteti i kolesterolit të lartë. Dhe pikërisht për këtë arsye, është kaq e rëndësishme ta kuptojmë. Për ta zgjidhur këtë mister, Gjno Hetimi Mirfield duhet të fillojë me provën kryesore, vetë kolesterolin. Pra, çfarë saktësisht kjo substancë për të cilën dëgjojmë kaq shpesh? Po, gjëja e parë që duhet kuptuar është kjo. Kolesteroli në vetvete nuk është armiku. Përkundrazi, është absolutisht thelbësor. Trupi ynë e përdor si tullën bazë për çdo qelizë dhe për të prodhuar hormone jetike. Pra, problemi nuk është prania e tij, por kur sasia e tij del jashtë kontrollit. Dhe kur themi se del jashtë kontrollit, flasim për një shkallë vërtet masive. Vetëm në Shtetet e Bashkuara, 86 milion të rritur e kanë këtë problem. Kjo është më shumë se e gjithë popullsia e Gjermanisë. Kjo shifër na tregon se sa i përhapur është ky problem dhe shpesh pa dieninë e atyre që e kanë. Pra, si e kapim këtë fajtor të fshehur? Pas një simptomë të jashtme, pas një shenjë paralajmëruese, mënyra e vetme është përmes një analize fare të thjeshtë gjaku. Kjo e bën kontrollin periodik absolutisht thelbësor. Tani që e kemi identifikuar substancën, hetimi ynë na çon te dy personazhet kryesore në këtë histori, heroi dhe, le të themi, keqbërësi. Ja se si funksionon. Mendojeni LDL-n si një shërbim dërgese që sjell kolesterolin nëpër inde. Kur ka shumë dërgesa, paketat fillojnë të grumbullohen në korridoret tona, pra në arterje, dhe këtu hyn në lojë HDL ekipi pastrimit. Ai i mbledh të gjitha paketat e tepërta dhe i kthen në magazin, në mëlçi për t'u larguar. Ekuilibri midis këtyre dy ekipeve është çelësi i gjithçkaje. Le t'i hedhim një sy skenës së krimit. Kjo është një arterie e shëndetshme, e pastër, e hapur, ku gjaku rrjedh lirshëm për të ushqyer trupin. Pikërisht kështu duhet të jetë. Por me kalimin e kohës, LDL-ja e keqe fillon të ngjitet në muret e arterieve, duke formuar atë që quhet plak. Ky proces njihet si aterosklerozë. Arteria fillon të ngushtohet, tamam si një tub uji që bllokohet gradualisht, duke e bërë kalimin e gjakut gjithnjë e më të vështirë. Këtu gjërat bëhen vërtet të rrezikshme. Nëse një nga këto pllaka çahet, trupi e shef si një plag dhe nxiton të formojë një mpiksje gjaku. Kjo mpiksje mund të bllokojë plotësisht arterien, duke ndërprer furnizimin me gjak në zemër ose në tru. Ky është momenti kur ndodh një atak kardiak ose një goditje në tru. Mirë, tani e dim se si ndodh krimi. Pyetja tjetër logjike është, kush është përgjegjës? Le të hetojmë shkaqet duke filluar me dyshuarit e zakonshëm. Këta janë ata që i dim të gjithë, dieta jo e shëndetshme, mungesa e lëvizjes, pirja e duhanit. Edhe mosha luan një rol, pasi mëlçia me kalimin e kohës bëhet më pak efikase. Dhe sigurisht ka edhe gjenetik, ndonjëherë thjesht është e shkruar në ADN-n ton. Por historia nuk mbaron këtu. Hetimi ynë zbulon një fajtor tjetër, një që shpesh neglizhohet por që ka një ndikim tepër të fuqishëm. Cili është ky faktor i fshehur? Po, stresi kronik. Kjo ndjenjë presioni dhe ankthi nuk ndikon vetëm në mendjen tonë. Ajo ndryshon kiminë e trupit tonë dhe ka një lidhje të drejtpërdrejt biologjike me nivelet e kolesterolit. Dhe kjo pjesë është vërtet interesante. Kur jemi në stres, trupi ynë hyn në modalitetin lufto ose ik, duke çliruar kortizol. Kortizoli i thot trupit të lëshojë energji, në formën e yndyrnave dhe sheqerët, në gjak, për të përgatitur për një kërcënim fizik. Por në botën moderne, rrallëherë përdorim këtë energji duke vrapuar apo luftuar. Kështu, kjo energji e papërdorur mund të kontribuojë direkt në rritjen e niveleve të LDL-s. Dhe nuk mbaron me kaq. Stresi ndikon edhe në sjelljet tona. Në presion, mund të kërkojmë ngushëllim tek ushqimet jo të shëndetshme, tek alkooli ose thjesht e lëm pas dore aktivitetin fizik. Të gjitha këto zakone, të kombinuara me efektet biologjike të kortizolit, krijojnë një stuhi të përsosur për rritjen e kolesterolit. Mirë, kemi identifikuar problemin dhe shkaqet. Tani vjen pjesa më e rëndësishme, si ta luftojmë atë. Lajmi i mirë është se ka hapa konkret që mund të ndërmerren për të marrë kontrollin. Linja e parë e mbrojtjes është gjithmonë stili i jetës, një dietë e shëndetshme për zemrën, aktiviteti i rregullt fizik, lënja e duhanit dhe menaxhimi i peshës, së bashku këto ndryshime të fuqishme mund të bëjnë një ndryshim të jashtëzakonshëm dhe janë plotësisht nën kontrollin ton. Por, çfarë ndodh? Kur dikush bën gjithçka siç duhet dhe shifrat prap nuk lëvizin. Siç thotë edhe doktor Adedin Sewo, ndonjëherë faktori gjenetik ose biologjik është thjesht shumë i fortë. Dhe kjo nuk është një dështim personal, por një realitet biologjik për shumë njerëz. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë mjekësia.
Statinat janë ilaçet më të zakonshme dhe funksionojnë fare thjesht, i thonë mëlçisë të prodhojë më pak kolesterol. Ato janë një mjet jashtëzakonisht efektiv dhe shpëtojnë jetë kur ndryshimet në stilin e jetesës nuk janë të mjaftueshme. Por hetimi ynë nuk përfundon këtu, le të hedhim një vështrim përpara në të ardhmen e trajtimit të kolesterolit, sepse shkenca po bën hapa vërtet gjigant. Për te statinave, po shfaqen armë të reja dhe shumë më të fuqishme. Kemi pilula të reja që funksionojnë ndryshe për të ulur LDL-n në nivele të papar. Kemi injeksione që merren çdo disa muaj dhe ofrojnë mbrojtje afatgjatë. Dhe më e pabesueshme nga të gjitha, modifikimi gjenetik. Imagjinoni pak një trajtim të vetëm që fik gjenin përgjegjës për kolesterolin i lartë, duke rregulluar problemin përgjithmonë. Pra, kjo është pyetja me cilën mbyllet ky material. A jemi në prag të një epoke ku kolesteroli i lartë mund të kurohet me një ndërhyrje të vetme, një herë përgjithmonë? E ardhmja duket vërtet premtuese, por për momentin, njohuria dhe veprimi janë mjetet tona më të mira në këtë hetim të vazhdueshëm për shëndetin e zemrës.